Ne kemi ardhur në fshatin Kreshpan, në lagjen Myrtaj. Shi sa bukur. Do duhet kishte bujtina këtu, si tarac. Po këtu s'ka rrugë. E kur them nuk ka rrugë, nuk ka fare. A na e tregoni historinë e kësaj rruge, sepse mua s'mu duket shumë e gjatë, një 600-700 metra, sa e gjatë? 1 metër. Rruga aqesh, po duket e gjatë vetëm nga vështirësia për të ardhur këtu tek fundi i kësaj rruge. Ishte tmerr fare. Ishte skandal. Kur ke parë për herë të fundit dikë nga shteti të vërë dorë në këtë rrugë? 2014 jemi tërë dëshmitar, aty tek ajo malorja, Po? ishte ai betoni i hedhur. Po? Na dhanë një 5 gërmitar çmendo, Po? edhe për të gatuar e gatuajtëm vetë neve me forcat tona, Pra u dhanë çimendon punë e bët ju? edhe e bëm vetë. Kur bie shi, edhe kur kemi raste të hidhura, Po? neve tek shoferi që merr me itin, kërkon 2 veta, njeri e mban me arkivolin nga koka dhe tjetri e mban nga kemët brenda në makinë, sepse rrotullohet arkivoli si mbas të vështirësive që ruan makinën shoferi. Tmerr. Ai njësisë në Sakrën, erdhi këtu për votat. Po. Dhe unë të shtoj rrugën, thaj. 29 vota i vajtë në atje komplet. Ai nuk beri me fel 29 gjera me fel të vogla. Po uji. Uji më keq. S'keni as uji. Qa uji dhe, jare, shikone ja për Ore, jare. po këto sa hatët këtu. Jare vje 10 minuta. Ja ko kam unë nuk mbushet ajo. Nuk, Po për të vadit? qa vadite? Vadite të them drejt këta ditë të e po e ble me para kam ca zavate. E kam ble par dje, 20.000 lek botin. Blen bot për të vadit Po, të zavate? do ta. Dalë edhe në 2 nas, 1 nas. Po për çfarë delin natë? Marë qonin vete, i bej surumin, cakan, apo 25 vjetë ai, me fe që jem arrit të kohë, ajo që kam bajdu në tepër, përse unë kam dalë tuti mo, dhe e në i lekë, se do në tonë. Normal. Edhe, mund vjen të shikoni, nuk i thash, po, do vjen të shikoni ati, se unë dalë natën. Si beju me këtë rrugë, me fëmijë që dalë tuti, vjen dhe natën, iki natën, vjen natën. Unë nuk dua asnjë gjë, as lek asnjë gjë. Bëhet rruga se dalë me. Nuk dua asnjë lloj gjë, edhe vetë shumë nuk do. Se fletej. Dhe tani unë kam 9 muaj që jam operuar, se marrë do të rrugën që të vetë bëj një kontroll në Fierse, në Itali, se janë mundësit, ku të kaloj këtu? Shikoni e shkruani vetë. Fjalët e thjepta janë kot. Ambulanca të vjen ty ambulanca? Jo, E je ke telefonuar? po nuk vjen këtu, bil atje, po bil poshtë. Dil ke rrugat tek asfalti. Dhe si janë për dalë poshtë. Kryeministri apo kushtetar që e ka shtetin ton,
e ka kapur me zinxhira dhe nuk po lëshon. Nuk po mendon as për popullin, mendojnë vetëm për veten e vet. Unë kam 4 vjet që nuk votoj. Për ça? Unë dua të votoj se jo për vete, për fëmijët e mi. Po nuk gjohet zeri, nuk mben dora të votoj. E kuptoj. Vjen në Italia fëmijët në kushte, janë në Itali, jetojnë atje, kur ti ke pasën në Itali prap, pagon 1000 apo 2000 euro që të bëj makinën që të iki. Nga rruga. Po, nga rruga. Ato shtëpi janë bërë me dhirs. Kam punuar me 20 euro fëmijët e mi, se haq punonin. E hanin buku me seqer. Ato shtëpi se ne po ikim dhe si mosha po mlidhet. Ne po ikim. Kur do t'i gëzojnë ato fëmijë? Pse të kthehet fëmija? Ne nuk po i kërkojmë punë, punën e gjen vetaj. 400.000 lekë më kanë vajtur mua të majtur me listër. Që i kemi paguar ne. Për çfarë? Për këtë rrugë. Pra paguani për mirëmbajtje, edhe kaq që i mirëmbani ju. Neve. E kemi lënë ne. Vdes njeriu, për ça? Për makinare, për makinare. Kush çan se bashkë? Nuk të qasin, a? Në bashkinë e Fierit. Jo. Po bella, ora mos faq shkopën që ka gjitur. Po ku ka rrën? E ke të kaj shoku që te plekun. Që ke shoqërinë e tënde atje, po shikore hallin. Shikore fshatar që i mbledhë këtuare. Se nuk do më lekor, jo se lek nuk tjep njerije. Do mujëre, që të thoj sot në këtë temperaturë, se vi 20 minuta ujë, por e shtu të posta. Jo se s'ka ujë, jo se s'ka ujë. Ujë ka të mbytet fshati. Po ku e çojnë ujë? Është negligjenca. Kryeministri thotë do shkojnë në Europë. Qysh do shkojnë në Europë? Do shkoj kështu. Siç e pat vet. Kështu do shkojmë në Europë ne. Fëmijët që nuk po vinë, nuk vim atje. Pse nuk vinë? Nuk vinë se s'kemi rrugë. Kam pasur gruan shumë të murë. Me këputje vënat shtyrët shkullizore. 4 copë. Merë makina telefon nuk vinte asnjë. Merë ambulancat nuk vinte asnjë. E kemi detyruar, e kemi marrë me barelë. Në krah. E kemi çuar atje te gjatja kryesore. Po? Unë jam i sëmur. Ja peru në zemra. Në dritën e durt, si të shikon vetë. Si dridhen tua. Makina shkon servis, ja për javë. Nuk do mas një gjatë tjetër, vetëm rrugë edhe ujë. Unë kam 2 fëmijë, fëmijët e mi kënë për balë. Unë e kam makinë, për se nëzirë do të. Se gjithmonë kur e nëzirë, pasoj ditëke. To takët e makinës, ku shkojnë? Ku shkojnë? Këtë do them kryeministrit. Nuk do e kërkoj bukë shtetit. Nuk do e kërkoj ndim shtetit. Jam vetë 7 ka 5 fëmijë. Me janë larguar fëmijët në rruga me gjithë gruan, më kanë ikur. Kanë ikur, a? Më kanë ikur. Kam ngelur vetëm. Vetëm ajo që nuk çajnë do të vinë në shkollë fëmijët në Shqipë.